NATO beson se qeveria siriane ka përdorur armë kimike. Kështu ka deklaruar dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ditën e sotme. Sipas tij është i nevojshëm një reagim i fuqishëm për të demonstruar diktatorëve në mbar botën se armë të tilla nuk mund të përdoren pa u ndërshkuar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s shpreu bindjen se pas sulmit fshihet regjimi i Bashar al-Assad. Më janë paraqitur informacione konkrete dhe pa hyrë më në hollësi, mund t'ju them se personalisht jam i bindur, jo vetëm se sulmi kimik ka ndodhur, por edhe se regjimi sirian është përgjegjës. Nëse një reagim ndaj asaj që ka ndodhur në Siri do të ishte një operacion ushtarak, unë parashikoj një operacion shumë të shkurtër, të matur dhe me një objektiv të përcaktuar. Për një operacion të tillë të shkurtër ushtarak nuk ka nevojë për sistemet e komandës e kontrollit të NATO-s. Mëtej, sekretari i përgjithshëm shpreu se u takon aleatëve të vendosin individualisht se si do të kundërpërgjigjen ndaj përdorimit të armëve kimike në Siri dhe cilat objekte ushtarake mund të vendosin të përdorin. Ndërkohë mediat amerikane kanë publikuar fotot e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Siri në vitin 2009, një ditë përpara se ai të emërohej sekretari i shtetit në administratën Obama. Në foto shfaqet Kerry teksa darkon me atë që sot e quan diktatore Hitler me dy bashkëshortët e tyre. Në vizitën e 2009 pati dhe një raport ku vendi lindjes së mesme konsideroi vend kyç për procesin e paqes në rajon. Të tjera aeroplan mbajtës janë nisur drejt Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se nuk ka patur asnjë urdhër për të hyrë në mesdhe. Flota ushtarake amerikane ka urdhëruar aeroplan mbajtëset të jenë gati në mesdhe nëse do të ketë një sulm të mundshëm.